Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Keni tension të lartë, jasti ta trajtoni në kushte shtëpie. Receta që e ul menjëherë. Mineralet, vitaminat dhe ushqyesit të cilët gjenden tek selinoja janë në një harmoni të përkryer. Gjethet e selinos janë plot me vitamin A, ndërkohë që kërcenjt janë të mbushur me vitaminën B1, B2, B6 dhe C. Ato janë gjithashtu të pasur me kalium, acidin folik, kalcium, magnez, hekur, fosfor, sodium dhe aminoacide të cilat janë aq të nevojshme. E gjithë kjo pasuri vlerash e bën në selinon një aleate të shkëlqyer të organizmit, sidomos për ata të cilët vuajnë nga tensioni i lartë i gjakut. Selinoja kundër tensionit të lartë të gjakut. Hipokrati thuhet ta ketë rekomanduar selinon për trajtimet e tensionit nervor, një efekt anësor i tensionit të lartë të gjakut. Nga ana tjetër, në mjekësinë e lashtë kineze, selinoja përdoret edhe për të mbajtur nën kontroll sheqerinat, por edhe kolesterolin. Ky rol i atribuohet 3 përbërësve kryesor të selinos, të cilët mund të zgjerojnë enët e gjakut, mund të mbrojnë enët e gjakut dhe sipas studimeve, selinoja fal acideve yndyrore omega 5 mundet që të luftoj edhe inflamacionin. Lëngu ideal për uljen e tensionit të gjakut dhe mënyra e përdorimit të selinos në të mirë të shëndetit. Recetat janë nga më të larmishmet, por njërën prej tyre ju do ta gjeni pikërisht në këtë video. Për këtë lëng, ju nevojiten 4 kërcenj selino, 3 moll mesatare jeshile, gjysmë limoni me gjithë lëkurë, 5 tufa spinaq, 1 portokall i qëruar, 1 copë e vogël xhenxhefil i qëruar. Këto përbërës mund t'i kaloni ose në mikser për të përfituar një lëng më të plotë dhe më të trash, ose në shtrytse. Ekspertët këshillojnë që këtë lëng ta pini menjëherë sapo ju ta përgatisni. Ai është jashtëzakonisht efektiv dhe i pasur në vitamina dhe në minerale të cilët punojnë së bashku për uljen e tensionit të gjakut dhe për pastrimin e enëve të gjakut. Shumica e sëmundjeve, në veçanti kolesteroli i lartë i gjakut apo problemet me trigliceridet, lidhen me faktin e një diete të pashëndetshme. Në qoftë se ju vuani nga këto sëmundje apo nga tensioni i gjakut, ju duhet të bëni stërvitje të rregullt, të mbani një peshë konstante, të konsumoni ushqime të shëndetshme e të tjerë. Përveç këtyre, ne do t'ju japim një recetë natyrale e cila do t'ju ndihmojë në trajtimin e këtyre problemeve. Përbërësit janë 1 thelpi hudhër, gjysmë gote lëng limoni i freskët, gjysmë lugë çaj pluhur xhenxhefili, 1 lugë çaj me uthumolle, 1 lugë çaj mjalt i papërpunuar. Përzjeni të gjithë së bashku dhe vendoseni në një kavanos qelçi. Konsumoni nga 1 lugë çaj të kësaj përzierje çdo ditë para çdo vakti. Ju gjithashtu mund edhe të tresni 1 lugë të përzierjes në një gotë me ujë të vakët dhe më pas ta pini. Përfitimet shëndetësore. Hudhra ul nivelin e triglicerideve, kolesterolit, nivelin e lartë të sheqerit në gjak e të tjerë. Xhenxhefili dhe uthulla e mollës janë 2 përbërës shumë të mirë në eliminimin e këtyre problemeve shëndetësore gjithashtu. Këtu ne do t'ju njohim me ushqime të cilat ulin nivelin e tensionit të gjakut. Nëse ju po përpiqeni që të ulni tensionin e lartë të gjakut, filloni të përdorni këto produkte. Shega. Shega është e pasur me antokianin dhe lëngu i saj redukton disa lloje sëmundjesh.
ndihmon në uljen e kolesterolit të keq, si edhe ul inflamacionin. Gjithashtu mund të përdoret edhe si lëng apo kokrat e saj në sallat, smoothie dhe salca. Avokado. I pasur me potasium, avokado ndikon direkt në presionin e gjakut, kështu sipas një studimi të vitit 2023, konsumimi i tij 5 apo më shumë herë në javë ul nivelet e hipertensionit deri në 17% duke nxjerrë jashtë trupit sodiumin dhe dëmton enët e gjakut. Panxari i pasur me nitrate. Lëngu i panxarit ndihmon në uljen e presionit të lartë të gjakut. Nitratet shndërrohen në oksid nitrati, të cilat përmirësojnë funksionin e enëve të gjakut duke i zgjeruar ato në mënyrë që gjaku të rrjedhë mirë. Në këtë kategori futet edhe spinaqi apo perimet me gjethe jeshile. Limonët, të pasur me minerale dhe me acid citrik. Limonët dhe njëkohësisht lëngu i tyre sipas studimeve ka dalë se janë shumë të mirë për të ulur hipertensionin. Çokolata e zezë e pasur me flavonoide ndikon në uljen e tensionit të lartë. Studimet kanë treguar se marrja e flavonoideve nga persona me tension të lartë ka ndikuar në uljen e presionit sistolik të gjakut. Në këtë grup futet gjithashtu edhe molla dhe për më tepër edhe lëkura e saj. Bajamet, ashtu sikurse edhe arrat apo fistikët, kur konsumohen në sasi të moderuar deri në 50 gram në ditë, i japin trupit antioksidantët e duhur, të cilët lidhen me uljen e tensionit. Hudhra. Hudhrën, nëse e pëlqeni, duhet ta dini se edhe muret e arterieve e duan shumë. Sipas studimeve ka dalë që njerëzit të cilët kanë presion të ulët të gjakut ishin ata që përdornin më së shumti hudhrën. Prandaj, nëse dhe ju keni qëllim që të ulni tensionin e lartë të gjakut, ne ju këshillojmë që të përdorni hudhrën në dietën tuaj ushqimore. Boronicat. Ushqime si, për shembull, boronicat me ngjyrë të errët janë një tregues që kanë një sasi të lartë antioksiduesish dhe vetëm 2 orë pas konsumimit të tyre shihet rezultati në shëndetin tuaj duke ulur presionin e gjakut. Kanella. Në grupin e erëzave më të mira për të ulur tensionin e lartë janë kanella, rigoni, turmeriku dhe xhinxheri, të cilët mbajnë nën kontroll tensionin e lartë të gjakut për një kohë të shkurtër. Madje disa studime kanë treguar se menjëherë pas 24 orëve normalizohen parametrat. Kosi. Një studim i vitit 2011 ka treguar se kosi ndihmon po ashtu në uljen e tensionit të lartë të gjakut pasi është i pasur me mikronutrient si kalcium, magnesium dhe potasium, të cilët ndikojnë gjithashtu drejt për së drejti në uljen e rrezikut për hipertension. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit. Nëse ndonjë prej këtyre përbërësve ju shkakton alergji, e mira është që të mos i përdorni këto receta të mjekësisë alternative.